Partitë më të mëdha shqiptare, BDI dhe PDSH, nuk kanë platformë politike që t'ja ofrojnë elektoratit ta ndajnë mbështetjen qëndrimet e VMRO-DPMN-s, vlerëson njësit e çështjeve politike. Ata thonë se mbështetja e theksuar e VMRO-DPMN-s dëshmon servilitetin e tyre që po zgjat për shumë vjet dhe që padyshim shkon në dëm të shqiptarëve. Politologu Gjeni Sulimani tha se marrëveshjes së 2 qershorit i kanë prirë edhe shumë marrëveshje tjera, gjë që rezulton me dështim të elitës politike në vend. Pasi që për dallim nga vendet demokratike në Maqedoni marrëveshjet janë sinonimi i dështimit të politikës. Ky dëm po i sjellet në vazhdimsi shqiptarëve, duke pas parasysh këtu servilitetin e tyre. Andaj konsideroj se ky servilitet i PDSH-s dhe BDI-s ndaj VMRO-DPMN-s rezulton me faktin se dy partitë tona më të mëdha shqiptare nuk kanë agjendë politike që t'i ofrojnë këtij elektoratit, andaj mbështeten në plan programin që e forcon VMRO-DPMN-ja. Ky plan programi i tyre dhe veprimtaria e VMRO-DPMN-s është tregues më i madh se ky pushtet ka punuar në dëm të shqiptarëve. Sipas politologut Sulimani, kjo mund të jetë një pasqyrë shumë e mirë për popullin se për kë duhet të votojnë dhe se si duhet të jetë gjykimi i tyre në zgjedhjet e ardhshme. Ndërsa analisti politik Arjanit Hoxha vlerëson se partitë shqiptare do duaj që në kuadër të këtyre bisedimeve të ngrisin edhe çështjen e të drejtave kolektive dhe individuale të shqiptarëve. Ai vlerëson se kështu do ta kishin edhe mbështetjen e faktorit ndërkombëtar dhe paralelisht me zgjidhjen e konfliktit politik mes partive maqedonase, do zgjidheshin edhe çështjet që i tangojnë shqiptarët. Nuk është as pak befasi që partitë shqiptare, qoftë BDI dhe qoftë PDSH, janë pozicionuar në krah të pushtetit. Nuk është as pak befasi ajo që jo vetëm që këto nuk po ngrejnë çështje të cilat janë në interes të shqiptarëve, po përkundrazi janë të hequr fare në këto takime dhe unë e vëd në dyshim edhe pse realisht ata marrin pjesë aty në këto takime dhe vërtetojnë faktikisht se edhe si pjesë e pushtetit ata janë vetëm kukulla në këtë pushtet dhe nuk mund të marrin as vendime, as mund të ndikojnë në vendime. Partitë shqiptare BDI dhe PDSH nuk janë bashkuar së fundi i LSDM-s për të bojkotuar bisedimet pas përplasjeve rreth zgjedhjes së anëtarëve të prokurorisë speciale. Ata nuk kanë shpalosur asnjë platformë serioze për çështjet që kërkojnë zgjidhje.